Prajmi fundit i Big Brother VIP ngriti më shumë pikpyetje se sa përgjigje, duke vendosur produksionin në qendër të kritikave për mënyrën se si po e menaxhon ose po manipulon ngjarjet brenda shtëpisë. Gjatë mbrëmjes u transmetua video ku Kristi kaloi murin dhe futet në dhomën e dëshirave, një veprim që çdo sezon tjetër do konsiderohej si shkelje e rëndë e rregullave. Vet Kristi e justifikoi veprimin duke thënë se donte të shihte se cilin nga banorët do ta ndiqte dhe do t'i kërkonte të kthehej pas. Por ajo që tronditi më shumë publikun ishte fakti se askush nuk reagoi. Deklaratat e Selin dhe Lornës e bën situatën edhe më të dyshimt. Të dyja pranuan se nuk e komentuan ngjarjen sepse nuk e dinin nëse duhej ta bënin. Një fjalë që për shumë kënd përkthehet ndryshe si frikë, pasiguri, kufizim i qëllimshëm i fjalës nga produksioni. Ky nuk është rasti izoluar. Situata të tilla kanë ndodhur edhe më parë, ku kamerat mbyllen, diskutimet ndalojnë dhe banorët orientohen në mënyrë indirekte se çfarë mund dhe çfarë nuk mund të thuhet. Loja, që teorikisht duhet të jetë spontane, duket gjithnjë më shumë si e dirigjuar sipas interesave televizive. Edhe më paradoksale ishte mënyra se si produksioni zgjodhi të reagojë. Në vend të një ndërshkimi për Kristin, u hap një votim i trefisht mes tij, Casey dhe Senos, duke nxjerrë jashtë të fundit. Jo se Seno nuk e meritoi eliminimin, por mesazhi ishte i qartë. Kristi nuk preket. Pse? Sepse Kristi është bërë figurë kyçe për konflikt, tension dhe narrativa që produksioni dëshiron të ndërtojë. Ai shërben si katalizator për drama dhe për këtë arsye duket se rregullat për të janë elastike. Ndërkohë për Casey dhe Selin, produksioni nuk heziton të përdorë armë të forta emocionale, si për shembull sjellja e ish-partneres në akuarium, një lëvizje që synon reagime të forta, tronditje psikologjike dhe spektakël me çdo kusht. Në fund mbetet një pyetje thelbësore: a do fitohet Big Brother nga banorët apo po shkruhet nga produksioni? Publiku sheh, komenton dhe voton, por gjithnjë më shumë po ndjen se loja nuk është aq reale sa pretendohet. Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.